Aulona Azizi nga fshati Çegrani Gostivarit ka mbajtur koncertin e saj të parë recital, duke u prezantuar para publikut me një performancë të veçantë në Shkollën e Mesme të Muzikës Todor Skallovski Tetuec në Tetov. Violinistja 11 vjeçare me një program të ngjeshur artistik interpretoi vepra nga kompozitor të njohur botror, duke dëshmuar talentin dhe pjekurinë e saj muzikore. Aulona e nisi rrugtimin e saj muzikor në moshën 9 vjeçare me mësime private të violinës në udhëheqjen e profesorit Shkelzem Pajaziti, që nga fillimi është dalluar për talent, disiplinë dhe përkushtim, duke u shpërblir me çmimet e para në gara të ndryshme ndërkombëtare. Profesori i saj Shkelzem Pajaziti, i cili prej 3 vitësh udhëheq zhvillimin e saj artistik, thekson se Aulona ka arritur rezultate të rëndësishme në një periudhë të shkurtër kohore. Sa i përket koncertit të parë recital, ai tregon se Aulona interpretoi 9 vepra të ndryshme me një nivel mjeshtëror mbreslënës për moshën që ka. Pajaziti gjithashtu njoftoi se të mërkurën e ardhshme, Aulona do të paraqitet me koncerte edhe para publikut gostivaras. Aulona është nxënëse ime, domethënë që ka mbajtur mësim privat për 3 vite me radhë tek unë. Dhe ndërsa vitin e fundit është nxënëse në Shkollën e Muzikës Enver në Gostivar. Aulona është domethënë fituese e shumë çmimeve në garat ndërkombëtare, ku mund të përmendim çmimin e parë në garat ndërkombëtare Polhimnia në Shkup, çmimin e parë në garat Art In në Kavadar, çmimin special absolut 100 pikë në Tirana Talent në Tiranë dhe çmimin Tedi Papavrami, çmimin special Tedi Papavrami në garat Tirana Talent Tiranë. Sonte ishte koncerti i saj i parë recital, ku ajo interpretoi gjithsej 9 vepra të ndryshme të kompozitorëve të njohur botror, me një mjeshtri të rrallë, me një kapacitet të jashtëzakonshëm që i takon një nxënëse të moshës së saj. Unë besoj që ajo do të vazhdoj me sukseset e tjera në të ardhmen dhe gjithashtu dëshiroj që bëj një ftesë për ditën e mërkurë në sallën e madhe në Gostivar, ku do të mbaj gjithashtu koncertin recital në Gostivar. Kështu që qytetarët e Gostivarit, ardashtësit e Gostivarit do të kenë mundësi që të ngjojnë një talent të rrallë siç është Aulona. Koncerti në Gostivar do të mbahet në Pallatin e Kulturës, ku Aulona pritet të prezantohet sërish si një talent i ri premtues në skenën muzikore shqiptare. Aulona Azizi ka lindur më 23 prill 2014 dhe aktualisht është nxënëse e klasës së 6 në shkollën fillore Ismail Qemali në Gostivar.